Abuzimi seksual në fëmijëri është një plagë e fshehur, por me pasoja shumë të rënda emocionale dhe psikologjike në moshë të rritur. Ekspozimi i rasteve të abuzimit është pika kyçe për shërimin e viktimave, por edhe të shoqërisë në tërësi. Na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar më shumë për këtë. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Përshëndetje të gjithave. Është kënaqësi që po takohemi sërish sot së bashku për të trajtuar si gjithmonë tema shumë të rëndësishme, për t'ju informuar, për t'ju inkurajuar, por mbi të gjitha për të vepruar. Tema që do të trajtojmë në programin e sotëm dhe në programin e ardhshëm është një temë e vështirë, por shumë e rëndësishme. Do të flasim për abuzimin seksual në fëmijëri, pasojat e tij dhe se si mund të flasim me fëmijët tanë për sigurinë e tyre. Për këtë program jemi bazuar në një studim informativ të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar. Dhe në fakt në Shqipëri këto vitet e fundit janë bërë shumë studime dhe përmirësime ligjore në lidhje me abuzimin seksual të fëmijëve. Problemi qëndron tek raportimi i rasteve. Kështu që përmes këtyre programeve ne synojmë ndërgjegjësimin tuaj për të raportuar çdo situatë kur ju mendoni se një fëmijë është duke u abuzuar seksualisht. Studiuesit kanë vënë re dhe kanë raportuar se abuzimi seksual i fëmijëve ndodh kryesisht brenda rrethit të tyre të besimit. Ata mendojnë se ky abuzim brenda rrethit të besimit mund të ndodhë tek çdo fëmijë, pavarësisht moshës, gjinisë, gjendjes sociale-ekonomike, arsimimit e të tjerë. Fëmijët me aftësi të posaçme dhe fëmijët nga shtresa në nevojë u konsideruan si grupet më të brishta tek të cilët mund të hasen më shpesh forma të abuzimit seksual brenda rrethit të besimit. Abuzimi seksual i fëmijëve është një lloj dhune ndaj fëmijëve që mund të shfaqet në mënyra të ndryshme dhe ka karakteristika të veçanta që duhet të kuptohen për të siguruar një mbrojtje dhe parandalim efektiv për fëmijët. Abuzimi seksual i fëmijës është rasti kur një fëmijë i rritur ose një i rritur e bind dhe detyron një fëmijë në një aktivitet seksual. Ai përfshin akte seksuale, prekje të papërshtatshme, shfaqje pornografike para fëmijëve ose përfshirje në prostitucion. Kërcënimet ose rishfetet mund të përdoren për ta mbajtur fëmijën në heshtje. Fëmijët mund të kenë frikë se do të shkaktojnë shumë probleme nëse do të tregojnë. Shpesh ata ndjejnë se askush nuk do t'i besojë ose do të fajsohen nga familjarët ose të afërmit. Disa fëmijë mund të ndihen të turpëruar ose të mendojnë se ajo që po ndodh është normale. Lidhur me përkufizimin përkundër perspektivave të ndryshme ekzistuese, ekziston një konsensus i gjerë rreth përkufizimit të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila e përshkruan abuzimin seksual të fëmijëve si përfshirja e një fëmije në një aktivitet seksual që ai nuk e kupton plotësisht, nuk është në gjendje të japë pëlqimin e informuar, për të cilin ai nuk është i përgatitur nga zhvillimi dhe nuk mund t'i japë pëlqimin, ose që shkel ligjet ose tabut e shoqërisë. Abuzimi seksual i fëmijës vërtetohet nga kjo veprimtari midis një fëmije dhe një të rrituri, ose një fëmije tjetër, i cili sipas moshës ose zhvillimit është në marrëdhënie të përgjegjësisë, besimit ose fuqisë, aktivitet që synon të kënaq ose të plotësojë nevojat e personit tjetër. Abuzim me kontakt është joshja gjinitale, anale, masturbimi, seksi oral, depërtimi i organit gjinital, anusit dhe ose inkurajimi dhe manipulimi i fëmijës për të kryer veprime të tilla mbi abuzuesin. Abuzimi pa kontakt është ekspozimi i organeve gjinitale, sjellje apo komente sugjestive, ekspozim ndaj aktivitetit seksual, materiale pornografike ose prodhimi i pamjeve vizuale të sjelljes së tillë. Gjithashtu edhe përfshirja e një fëmije në aktivitete për qëllime pornografie ose prostitucioni, përdhunimi dhe incesti me fëmijët. Ekzistojnë disa mite për abuzimin seksual të fëmijëve. Për shembull, miti i parë është se abuzuesi zakonisht është një i huaj. Kjo është e gabuar. Në fakt, autorët e abuzimit seksual zakonisht janë të njohur të fëmijës, njerëz që fëmia i beson dhe mund të përfshin persona nga komuniteti dhe figura autoriteti si mësuesit, të afërmit ose edhe pjesëtarët e familjes. Një mit tjetër është se abuzimi nuk e dëmton fëmijën nëse fëmia nuk është dëmtuar ose lënduar fizikisht. Kjo sigurisht që është gabim. Abuzimi sjell gjithmonë pasoja emocionale
dhe psikologjike që mbarten edhe në moshë të rritur. Përveç kësaj, një fëmijë përballet me rrezikun e shtatzanisë dhe infeksioneve seksualisht të transmetueshme, duke përfshirë HIV-in si rezultat i abuzimit, i cili gjithashtu ka pasoja psikologjike. Dëmi psikologjik shpesh është afatgjat. Një mit tjetër është edhe ky. Një fëmijë abuzuar seksualisht duhet të harrojë abuzimin. Sigurisht që kjo është gabim. Shumë fëmijë që abuzohen seksualisht duhet të përballen me këtë përmes këshillimit nga profesionistët. Abuzimi lë shenja që nuk janë të lehta për t'u kapërcyer. Një profesionist duhet të përcaktojë nëse është e nevojshme këshillimi afatgjat. Një mit tjetër, edhe më i rëndë, është ai që thotë se fëmijët mund të jenë joshës dhe t'i provokojnë të rriturit të reagojnë seksualisht. Kjo është shumë e rëndë dhe shumë e gabuar. Fëmijët mund të jenë joshës dhe sensual në sjelljen e tyre, veçanërisht nëse ata kanë nevoja emocionale ose janë abuzuar seksualisht më parë. Megjithatë, një fëmijë që është abuzuar seksualisht nuk është kurrë fajtor. Abuzuesi është ai që ka kryer një krim kur ka abuzuar me pozitën e pambrojtur të fëmijës. Një mit tjetër është ai që thotë se fëmijët mund t'i thonë jo abuzimit. Gabim, fëmijët nuk mund të kontrollojnë sjelljen e të rriturve. Mit tjetër është edhe ai që thotë se fëmijët ndihen më mirë pasi të kenë treguar apo pasi është zbuluar abuzimi. Ky është gabim, ndërsa zbulimi i rastit i ndihmon shumë fëmijët që profesionistët të merren me atë që ka ndodhur. Fëmijët e abuzuar mund të ndihen më keq. Ata mund të mendojnë se u treguan të pabes ndaj familjes së tyre, veçanërisht nëse abuzuesi është antar i familjes. Është e rëndësishme për familjen që ta ndihmojë fëmijën të kuptojë se ai nuk duhet ta fajsojë kurrë veten. Abuzimi seksual i fëmijëve është një krim. Ai shkakton dëme serioze për fëmijët edhe familjet e tyre. Efektet mund të zgjasin gjatë gjithë jetës. Por ka disa gjëra që prindrit mund të bëjnë për t'i mbajtur fëmijët të sigurt dhe për t'i ndihmuar ata të dallojnë kur diçka është e gabuar e t'i tregojnë dikujt për këtë. E para, gjeni kohë për të folur me fëmijën tuaj çdo ditë. Ndaloni çdo gjë që po bëni dhe dëgjojeni fëmijën në mënyrë aktive. Flisni për gjërat e mira që ndodhin edhe gjërat që shqetësojnë ata. Fëmijët duhet të dinë se mund të flasin me prindin në çdo kohë. Është gjithashtu e rëndësishme që ata të mos i mbajnë sekret gjërat që i shqetësojnë. E dyta, flisni me fëmijët për sigurinë. Filloni që nga mosha e hershme. Flisni me fëmijën tuaj dhe i mësoni se çfarë është siguria dhe se si ndihesh kur je i sigurt. Ndihmojini fëmijët të njohin sinjalet e trupit që u tregojnë kur diçka është e gabuar ose kur ata nuk ndihen të sigurt. Për shembull, dridhja e këmbëve, pëllëmbët e djersitura dhe ngacmimet në stomak. Mësojuni atyre që të emërojnë ndjenjat e tyre dhe t'ju tregojnë kur ndihen të hutuar ose të friksuar. E treta, mësojuni fëmijëve gjërat që duhet të dinë për trupin e tyre. Mësojuni se i gjithë trupi i tyre është privat dhe se nuk është mirë që të tjerët të prekin në pjesët private. Mësojuni si të thoni jo ose stop me zë të lartë për çdo prekje që nuk u pëlqen dhe thuajuni t'u tregojnë menjëherë njerëzve të besuar. Mësojuni gjithashtu se prekja e padëshiruar kurrë nuk duhet të mbahet sekret. Mësojuni emrat e saktë për pjesët e trupit të tyre, duke përfshirë edhe pjesët seksuale, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të flasin për to. Mësojuni fëmijëve se të rriturit nuk janë gjithmonë të mirë. Së katërti, ndërtoni kufi të fortë. Vini kufi të qartë për privatësinë personale në shtëpinë tuaj, në mënyrë që fëmijët të mësojnë se kjo është një pjesë normale e jetës. Kjo përfshin respekt të fëmijëve kur ata nuk duan kontakt fizik. Disa fëmijë do të thonë jo dhe disa mund të largohen nga përqafimet ose puthjet. Mos i detyroni ata të puthin dikë nëse nuk duan. Ata mund të shtrëngojnë duart në vend të puthjes. Është e vështirë për një abuzues të dëmtojë një fëmijë që ka kufi të mirë. Së pesti, krijoni rrjete sigurie. Ndihmojeni fëmijën të bëjë një listë të rriturve me të cilët ndihet i sigurt. Ata mund të kenë deri në 5 persona që mund të kontaktojnë nëse ka nevojë. Shqyrtoni shpesh listën edhe sigurohuni që fëmia juaj të di si t'i kontaktojë. Së gjashti, flisni për sigurinë në vende publike. Mësojini fëmijët të shmangin rreziqet larg shtëpisë. Thuajuni atyre të mos largohen vetëm, të jenë vigjilent për atë që po ndodh rreth tyre, si dhe të afrohen me grupe njerëzish nëse një i panjohur u afrohet. Nëse ata shkojnë më këmbë në shkollë, sigurohuni që ata gjithmonë të ecin me shokët, ose në rrugë ku ka njerëz të tjerë, të hyjnë në dyqanin më të afërt ose në oborin e shtëpisë, në qoftë se janë të friksuar.
Është shumë e rëndësishme të bisedoni me fëmijët rreth seksualitetit. Këto biseda mund ta forcojnë marrëdhënien tuaj duke e bërë fëmijën të ndërtojë besimin se mund të flasin me ju për çdo gjë që i shqetëson. Komunikimi i hapur në shtëpi ndihmon shumë në mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi. Ai ndihmon fëmijët të dinë se çfarë është e përshtatshme dhe çfarë nuk është. Gjithashtu, diskutimi i hapur i ndihmon fëmijët të përballojnë ndryshimet që vijnë me pubertetin. Studimet tregojnë se fëmijët që marrin edukim të mirë seksual bëjnë zgjedhje më të shëndetshme kur bëhet fjalë për sjelljet dhe marrëdhëniet seksuale. Siç kemi folur shpesh në programet tona, bota online është e rrezikshme për fëmijët. Sigurohuni që ata të dinë se si ta përdorin internetin dhe telefonat celular në mënyrë të sigurt. Këtu përfshihet kujdesi për të mos ndarë informacion personal dhe të kuptuarit se njerëzit në dhomat e bisedave apo në dhomat e chatit mund të mos jenë ata që duken. Nxitini fëmijët ju tregojnë menjëherë nëse dikush thot ose dërgon diçka seksuale ose diçka që i bën të mos ndihen rehat, edhe nëse është një mik. Mos bini dakord të takojnë miq të rinj online pa ju dhe flisni për rreziqet e përdorimit të kamerës. Nëse marrin telefona ose tekste që i bëjnë ata të hutuar ose të friksuar, sigurohuni që ata të mos reagojnë. Mbajeni numrin në mënyrë që t'ia tregoni policisë nëse është e nevojshme. Ju si prindër apo si kujdestar të fëmijës duhet të jeni vigjilent. Abuzimi seksual me fëmijët ndodh më shpesh nga sa mendoni ju. Vini re me vëmendje se si reagojnë të rriturit edhe si reagon fëmia juaj ndaj tyre, edhe nëse këta të rritur janë të afërm apo pjesëtar të familjes. Do të vazhdojmë të flasim më shumë për këtë në programin ton të ardhshëm dhe në programin pasardhës, një mikeshe programit tonë e cila ka përjetuar abuzim seksual në fëmijëri, do të ndajë me ne historinë e saj. Gjithsesi tani ka ardhur koha për t'ju inkurajuar përmes fjalës së Perëndisë, Biblës. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Po flasim sot për abuzimin seksual në fëmijëri dhe pasojat e tij. Dhe në fakt, ky lloj abuzimi është një nga plagët më të rënda që mund të përjetojë një qenie njerëzore. Ai prek jo vetëm trupin, por edhe zemrën, mendjen, identitetin dhe aftësinë për të besuar. Shumë viktima jetojnë për vite të tëra me ndjenja turpi, faj, frike dhe vetmie. Megjithatë, Bibla na tregon qartë se Perëndia nuk është indiferent ndaj vuajtjes së këtyre viktimave. Përkundrazi, ai i sheh, i dëgjon, i mbron dhe dëshiron t'i shërojë. Një nga gënjeshtrat më të zakonshme që viktimat e abuzimit seksual mund të besojnë është askush nuk e pa atë që ndodhi. Por Bibla na mëson se Perëndia sheh çdo padrejtësi dhe çdo lot. Në Psalmin 34, vargu 18 thuhet: Zoti është afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar. Perëndia nuk është larg njeriut që vuan, ai afrohet tek zemra e thyer. Viktimat e abuzimit seksual shpesh ndihen të ndotura, të refuzuara ose të harruara, por Perëndia i sheh si njerëz me dinjitet dhe vlerë të pafundme. Ata nuk janë fajtor për atë që u ka ndodhur. Në Bibël, Agari, një grua e keq trajtuar dhe e pambrojtur, e quajti Perëndin Eloroi, që do të thotë Perëndia që më sheh. Ky është një ngushëllim i madh për çdo viktim. Perëndia e sheh dhimbjen e tyre, edhe atëherë kur askush tjetër nuk e sheh. Perëndia urren padrejtësinë dhe abuzimin. Bibla e thot shumë qartë se Perëndia e urren dhunën dhe shfrytëzimin e të pafajshmëve. Psalmi 11, vargu 5 thot: Zoti vë në provë të drejtin, por shpirti i tij urren të pabesin dhe atë që do dhunën. Abuzimi seksual është një përdhosje e besimit, pafajësisë dhe dinjitetit njerëzor. Ai bie ndesh me karakterin e shenjtë të Perëndisë. Jezusi tregoi kujdes të veçantë për fëmijët dhe i paralajmëroi ashpër ata që i lëndojnë. Dhe kush do të skandalizojë një nga këta të vegjël që besojnë në mua, do të ishte më mirë për të, t'i varet në qafë një gur mulliri dhe të hidhet në det. Këto fjalë tregojnë seriozitetin me të cilin Perëndia e trajton dëmtimin e fëmijëve. Viktimat nuk duhet të mendojnë kurrë se Perëndia e minimizon atë që u ka ndodhur atyre. Jezusi identifikohet me të gjithë ata që vuajnë. Ai nuk erdhi në këtë botë vetëm për të predikuar, por edhe për të mbajtur dhimbjet tona. Isaia 53, vargjet 3 deri në 5, e përshkruajnë Jezusin kështu: I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqa,
ishte për çmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shty për paudhësitë tona, ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të burratave të tij, ne jemi shëruar. Shumë viktima të abuzimit ndihen të vetmuar në traumën e tyre, por Jezusi e kupton refuzimin, poshtërimin në dhunën dhe padrejtësinë. Ai vetë u tradhtua, u përqesh, u rra dhe u vra padrejtësisht. Për këtë arsye, ai mund të afrohet me dëmshuri ndaj atyre që janë plagosur. Hebrejve 4:15 thotë, sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Nuk ka pse viktimat e abuzimit ta fshehin dhimbjen e tyre para Jezusit. Ata mund të vinë te Krishti ashtu siç janë, me frikrat, zemërimin, lotët dhe pyetjet e tyre. Perëndia dëshiron shërim dhe restaurim për çdo person që ka përjetuar abuzimin seksual në fëmijëri. Trauma e abuzimit seksual mund të lërë plagë të thella emocionale dhe shpirtërore, por Bibla tregon se Perëndia është një Perëndi që shëron. Psalmi 147 vargu 3 thotë: Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre. Shërim nuk do të thotë të mohosh atë që ka ndodhur, apo të shtiresh sikur dhimbja nuk ekziston. Përkundrazi, shërim do të thotë t'ia sjellësh Perëndis plagët e tua dhe ta lejosh atë të punojë në zemrën tënde. Ndonjëherë shërimi vjen përmes lutjes, përmes fjalës së Perëndis, përmes njerëzve të besueshëm, këshillimit dhe mbështetjes së komunitetit. Perëndia nuk i përcakton viktimat nga ajo që u ka ndodhur. Identiteti i tyre nuk është i ndotur, i dëmtuar apo i pavlerë. Në Krishtin, ata janë të dashur, të çmuar dhe të pranuar. Perëndia sjell drejtësi. Shumë viktima jetojnë me pyetjen, a do të ketë ndonjëherë drejtësi për mua? Bibla premton se Perëndia është gjykatës i drejtë. Edhe kur sistemet njerëzore dështojnë, Perëndia nuk harron. Romakëve 12 vargu 19 thotë: Mos u akmerrni për veten tuaj o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndis, sepse është shkruar: Mua më përket akmarrja, unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Kjo nuk do të thotë se viktimat nuk duhet të kërkojnë drejtësi ose mbrojtje. Përkundrazi, Perëndia mbështet të vërtetën dhe drejtësinë, por ai gjithashtu premton se do t'i gjykojë të gjithë ata që kanë bërë padrejtësi. Kisha duhet jetë vend sigurie dhe shprese. Bibla e thret kishën të mbrojtë të doptit, të dëgjojë ata që vuajnë dhe të ecë me dëmshuri. Ndonjëherë viktimat mund të ndihen të padëgjuar apo sikur askush nuk i beson. Dhe kjo është në kundërshtim me zemrën e Krishtit. Galatasve 6:2 thotë: Mbani barrët e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Të krishterët janë të thirrur të krijojnë një vend sigurie ku viktimat mund të flasin pa turp dhe pa frikë. Bibla na flet për një Perëndi që shet të fshehtën, dëgjon britmën e të lënduarit dhe afrohet me dëmshuri ndaj atyre që janë thyer. Viktimat e abuzimit seksual në fëmijëri nuk janë të harruara nga Perëndia. Ai sheh lotët e tyre, e urren padrejtësinë që ju është bërë dhe ofron shpresë, shërim dhe dinjitet të ri në Krishtin. Edhe pse plagët mund të mbeten, Perëndia mund të sjellë dritë në errësirë dhe restaurim në zemrën e plagosur. Në Krishtin, viktima nuk përcaktohet nga abuzimi i së kaluarës, por nga dashuria dhe hiri i Perëndis. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026 dhe të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ne ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.